Regulatorët financiarë në shtetin amerikan të New Yorkut kanë arritur marrëveshje me bankën britanike Standard Chartered, mbi akuzat se kjo e fundit ka shkelur sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit dhe ligjet e Shteteve të Bashkuara për pastrimin e parave. Në bazë të marrëveshjes, Standard Chartered do të paguajë gjobën prej $340 milion. Shuma prej $340 milion është vetëm një goditje e lehtë në krahasim me shumat e spekuluara nga autoritetet amerikane. Javën e kaluar, regulatorët amerikanë kanë akuzuar bankën në fjalë se ka fshehur $250 miliard në transaksionet me bankat iraniane në periudhën 2001-2007 dhe e kanë cilësuar atë si institucion mashtrues. Ndërkohë, më herët Shtetet e Bashkuara kanë imponuar gjithashtu sanksione edhe ndaj bankave në Kinë dhe në Irak, për të cilat Washingtoni thotë se po e ndihmojnë Iranin për t'u shmangur sanksioneve ndërkombëtare. Masat më të reja janë një përpjekje e re për izolim të mëtejshëm të Iranit për shkak të programit të tij kundërthënës atomik, për të cilin Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore kanë dyshime se synon prodhimin e armatimit atomik. Irani I ka hedhur poshtë këto akuza duke thënë se programi I tij atomik është për qëllime civile.